Gruaja bëri menjëherë kërkesën për divorc pasi pa këtë foto. Në pamje të parë, kjo foto duket krejtësisht normale, një çift i lumtur me 2 fëmijë që buzëqeshin. Asgjë nuk duket e gabuar. Por kush do ta kishte menduar se pas shikimit të kësaj fotoje, gruaja do të vendoste të kërkonte divorc. Vetëm një detaj i vogël në foto përfundoi duke shkatërruar familjen. Kjo foto synonte të kapte një moment të gëzueshëm. Duhet të ishte një kujtim i ëmbël, diçka që do t'i bënte të buzëqeshnin sa herë shihnin. Por nuk ndodhi kështu. Në momentin që ajo e pa foton, gjithçka ndryshoi. Suzan u afrua dhe kapi dorën në burrit të saj, por sa po vuri re diçka, zemra i ra në tokë. Suzan dhe John kishin qenë bashkë që nga koha e kolegjit. Të gjithë rreth tyre besonin se ishin çifti perfekt. Prandaj, askush nuk u habit kur ata u martuan pak pas diplomimit. Jeta duke e bukur, karriera të forta, një shtëpi e mrekullueshme dhe 2 fëmijë të mrekullueshëm. Suzan vërtet besonte se gjithçka ishte në rregull. Ajo kurrë nuk e imagjinonte se për John diçka mungonte. Bota e saj ndihej e plotë dhe gëzueshme si një ëndër që donte ta mbante përgjithmonë. Kështu, ajo vendosi ta kapte atë në foto. Vite më vonë, Suzan do të shikonte prapë në atë moment dhe do të dëshironte të kthehej mbrapsht për të ndryshuar gjithë. Ajo planifikoi me kujdes sesionin fotografik familjar. Fotografi ishte dikush që ata i besonin, një mik i ngushtë i familjes. Ai u përgjigj shpejt mesazhit të saj dhe tha se mund ta bënin të nesërmen. Ishte një pasdite vjeshtë e ndritshme. Pemët shkëlqenin në të kuqe dhe të ardhë dhe ajri ndjej qetë dhe ngrohtë. Gjithçka dukej perfekte. Por Suzan nuk mund të mos vinte re se diçka nuk shkonte me John. Ai duke i shqetësuar. Megjithatë, ajo injoroi duke menduar se ishte thjesht sikleti i tij zakonshëm para kamerës. Kur fotografi mbërriti, Suzan pa që fytyra e burrit të saj u zbe. Miku i tyre i përshëndeti me gëzim siç bënte gjithmonë. Ai kishte qenë në shtëpinë e tyre shumë herë më parë dhe të gjithë ishin gjithmonë të lumtur ta shihnin. Por kjo herë ishte ndryshe. John duke qartas në tension. Buzëqeshja e tij duke e ngurë dhe detyruar. Ai po përpiqej të fshinte diçka dhe kamera e kapi, dhe nëse askush tjetër nuk e vuri re, menjëherë. Disi ai u mblodh dhe sesioni fotografik vazhdoi siç ishte planifikuar. Suzan duhet ta kishte vënë re menjëherë se diçka nuk shkonte me sjelljen e tij, por në atë moment ajo nuk i dha shumë rëndësi. Mendoi se ai thjesht kishte nevojë për pak kohë për t'u qetësuar para kamerës. Suzan vërtet besonte se gjithçka në jetën e saj po shkonte mrekullisht. Ky moment ndihej i veçantë dhe ajo duhet ta ruante përgjithmonë në një foto. Ajo kishte një familje të dashur, një punë që i pëlqente dhe një shtëpi të bukur, mezi priste të shinte si kishin dalë fotografitë. Të nesërmen fotografi dërgoi fotografitë Suzanës me email. Ajo u entuziazmuar që i mori kaq shpejt, sidomos duke qenë se vinin nga një mik i ngushtë i familjes. Nxitoi në shtëpi, hapi laptopin dhe shkoi direkt te posta elektronike. Ndërsa fotografitë u ngarkuan, ajo buzëqeshi. Fotografi kishte bërë një punë të mrekullueshme. Suzan ndjeu ngrohtësi vetëm duke i parë. I pëlqente sa të ëmbël dukeshin fëmijët në çdo pamje. Ngjyrat e ndezura të vjeshtës i bënin fotografitë edhe më të veçanta. Vërtet ishte dita perfekte për të bërë foto. Suzan filloi të zgjidhte të preferuarat e saj, ato që donte t'i printonte dhe t'i varte në mur. Madje, mendoi të përdorte një për kartolinën e festave të këtij viti për t'u dërguar familjes. Pastaj një foto i tërhoqi vëmendjen. Ishte një pamje grupore të katërtve, por ndërsa e shikoi më nga afër, diçka në fytyrën e Johnit i ra në sy. Ai nuk dukej si një burr i rrethuar nga njerëzit që donte. Shpreha e tij ishte e largët, sikur nuk i përkiste aty. Suzan u ndal duke u përpjekur të kujtonte si sillej ai atë ditë. Pastaj diçka tjetër i tërhoqi vëmendjen. Ajo zmadhoi dorën e John. Ajo që pa i bëri zemrën të ndalonte. Ai nuk kishte unazën e martesës. Në vend të saj, kishte unazën e fejesës që i përkeqëste mëkeshës së tij të fëmijërisë. Suzan mbylli laptopin duke shikuar në hapësirë e paftë për të lëvizur. Mendimet i vërshuan. Në ato moment gjithçka dukej sikur u lidh. Ajo përpoq ta largonte ndjesinë, ndoshta po mendonte tepër. Ajo e donte John dhe besonte se dha ai e donte. Po atëherë, pse mbante unazën e dikujt tjetër? Dhe sa kohë kishte ndodhur kjo? Suzan shikoi unazën e saj papritur e pasigurt për gjithçka. Një pyetje i e honte në mendje.
A kishte qenë gjithë jeta e saj një gënjeshtër? A I kishte shpëtuar shenjat gjatë gjithë kohës? Apo fshinte John diçka që ajo duhet ta kishte parë? Suzan vendosi se ishte koha të fliste me John për unazën. I kërkoi një fshinjë të mbikëqyrte fëmijët. Nuk donte që ata të dëshmonin ndonjë tension mes prindërve. Kur John hyri nga dera pas pune, shtëpia ishte e qetë. Suzan tashmë ndodhej në dhomën e ndenjës duke pritur. Në momentin që ai e pa, e kuptoi se diçka nuk shkonte. Ai kuptoi se Suzane kishte zbuluar, kështu ul dhe I tha të vërtetën. Ai pranoi se nuk ishte qenë I sinqert me të, por tha se ende donte familjen dhe donte ta mbante bashkë. Suzan mbeti e tronditur, por thellë brenda saj një pjesë e saj nuk ishte plotësisht e befasuar. Ajo kishte vënë re shenja më parë, gjëra që e bënin të pyeste veten. Gjithmonë kishte pasur një ndjesi të çuditshme për afërsinë e John me mikeshën e tij të fëmijërisë. Por rrëfimi I Johnit nuk u ndal aty. Ai gjithashtu pranoi se kishte qenë I pabes dhe personi me të cilin ishte përfshirë ishte fotografi I tyre mik, I njëjti që të gjithë në familje I besonin dhe admironin. Suzan mbeti në mosbesi. Mendja I kthei te sesioni fotografik, kujtoi sa nervoz kishte qenë John, kujtoi mënyrën se si ata shikonin njëri tjetrin. Papritur, gjithçka kishte kuptim. Jeta që ajo mendonte se ishte perfekte, kishte çarje, që ajo kurrë nuk I kishte parë më parë. Gjithçka që Suzan donte ishte të krijonte një kujtim të bukur familjar, diçka që të gjithë mund ta shikonin me dashuri. Ajo kurrë nuk e imagjinonte se sesioni fotografik do t'i kthente botën përmbys. Ajo që duhet të ishte një kujtim I lumtur, tani ishte kthyer në një kujtesë të dhimbshme. John e kishte tradhtuar. Ai kishte fshehur diçka dhe tani ajo ishte zbuluar. Imazhi I saj për një burr perfekt u thye në çast. Suzan qëndroi e heshtur ndërsa John fliste pa aftë për të gjetur fjalët e duhura. Zemra I dhimbte. Ku ishte burri për të cilin ai kishte rënë në dashuri në kolegj? Burri që I kishte dhënë 2 fëmijë të mrekullueshëm? Ai kishte mbajtur këtë të fshehtë gjatë gjithë kohës? Si mund të jetonte një jetë të dyfish dhe të kthehej në shtëpi sikur asgjë të mos kishte ndodhur? Mendimet I vërtiteshin dhe ishte e vështirë të qëndronte e qetë, por ajo përpoq sa mundi të dëgjonte. Ndërsa John qëndronte aty në lot, duke shpjeguar gjithçka, Suzan vetëm e shikoi. Ky ishte burri që ajo dikur besonte se do të qëndronte pra saj për çdo gjë. Zemra I coptohej. Ajo mendonte se kishte ndërtuar diçka të fortë, diçka të vërtetë, por tani gjithçka kishte ndryshuar. Ngadalë, ajo shtriu dorën, e vendosi në gjurin e tij dhe tha qetësisht: "Në rregull, të fal." Përmes dhimbjes, një pjesë e saj ende kujdesej. Ajo donte paqe për vete, për Johnin dhe për fëmijët. Suzan dhe John përfundimisht bën kërkesë për divorc. Dashuria e tyre ngadalë u shndërrua në diçka tjetër, një misi e thellë dhe e qëndrueshme. Me kalimin e kohës, ata arritën të mbanin atë që vërtet kishte më shumë rëndësi, respektin e ndërsjellë dhe dashurinë për fëmijët. Edhe pas dhimbjes dhe tradhtisë, Suzan zgjodhi të mos mbante hidhërim ndaj zhburrit të saj. Ajo që kishte më shumë rëndësi tani ishte që secili gjeti paqe dhe vazhdoi përpara. Dashuria vjen në shumë forma. Ajo që Suzan dhe John ndan kaloi nëpër shumë prova, por nuk u zhduk, thjesht ndryshoi. Nuk ishte lloj dashurisë për të cilin njerëzit shkruajnë këngë, por ishte diçka paqe fuqishme, e qëndrueshme, e pakushtëzuar dhe e testuar nga koha. Në fund, si Suzan ashtu dhe John gjetën lumturinë e tyre. Është e rrallë që njerëzit të qëndrojnë afër pas një divorci, por ata ja dolën të ruanin ngrohtësinë mes tyre. Mbi të gjitha, ata qëndruan të bashkuar për fëmijët e tyre. Kjo lloj lidhje është ajo që bën një familje. Dhe pse jetët e tyre morën rrugë të ndryshme, zemrat e tyre nishin ende në të njëjtin vend kur vinte puna te ajo që vërtet kishte rëndësi. Fëmijët e tyre ishin gëzimi I tyre dhe së bashku vazhduan t'i mbështesnin me gjithë zemër. Dhe ndërsa jeta vazhdonte, secili prej tyre gjeti një vend ku ndihej përsëri I plot. Një vend ku mund të buzëqeshnin, të shëroheshin dhe të ndjeshin vërtet si në shtëpi. Nëse kjo histori ju përeku, mos harroni ta pëlqeni, ndajeni dhe regjistroheni në kanalin ton. Mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë të tregojmë histori me kuptim.